Shërbimi meteorologjik shqiptar ka njoftuar se hyrja e muajit tetor do shoqërohet me rreshtë të shumta shiu dhe rënje të ndjeshme të temperaturave. Në Verilindje termometri pritet të zbresë deri në 0 gradë, ndërsa në zonat e larta malore do të ketë rreshtë dëbore. Sipas Meteoalb, e njëjta dhe e premtja do të karakterizohen nga rreshtë të dendura shiu e dëbore, ndërsa e shtuna do të sjellë një përmirësim të përkohshëm të motit. Të dielën dhe të hënën rreshtë do të rikthehen sërish. Meteorologët shajojnë se gjatë tetorit nuk do të ketë rreshtë çdo ditë, por pritet të jenë të konsiderueshme dhe të shpërndarë disa ditë të muajit. Krahasuar me fundin e shtatorit, tetori do të jetë më i lagshtë dhe me temperatura më të ulta. Kjo prurje e lartë e rreshësh mund të ndikojë edhe në rritjen e prurjeve të lumeve në liçenin e Thjerëzës, i cili për 4 muajsh po përballet me thatësirë të madhe dhe mungesë prurjesh nga burimet kryesore që e furnizojnë në vetëm 30 metër kub ujë në sekond. Ndërkohë, fermerët në Verilindje pritet të përballen me vështirësi për shkak të temperaturave të ulta dhe rreshtive të dëbores që mund të dëmtojnë kulturat bujqësore të vonshme. Autoritetet ndërkohë këshillojnë qytetarët të tregojnë kujdes gjatë udhëtimeve, sidomos në akset e larta malore ku rreshtet dëbores dhe ngricat e para të sinës mund të vështirësojnë qarkullimin.